Nga të gjithë nxënësit e plagosur, më rënd është Sheval Sulejmani, 17 vjeç. Plagët janë shumë të thella. Këtë mëngjes ka mundur të flasë për herë të parë pas disa ditësh. Mban më gjë nga ngjarja? Mbaj pak më. Ishit në Sa po lëshova prej shkolla, vina në autobus dhe mosova. Po vje për në shtëpi? Po vje për shkolla. Dhe i rraha në s'ka mbajt me në shkolla. Ju zbriti në autobus apo hyrën ata? Hyrën ata. Në ditën me shqip, se raqën me që s'ka mund. E kohë. Shevali është si çdo banor i çiftikut, vitet e fundit jeton në frikë. Rrahjet me siguri nuk do të ndalojnë. Zemi, më të ju për pëse ju goditën në qaj e thënë? S'ka në këtë të që. Si ndihesh? Si? Në atës? I goa. Jam që të kemë ove në kjetë për qa. Do të më ndërë ove që të shko në shkollë. Huligan shqiptar që sulmojnë fëmijë maqedonisë. Krimi, krimineli, rrugaçi, vagabondi nuk ka përkatësi etnike. As gjysore, as kulturore, as fetare. Dhe nuk jemi këtu tash të ndahemi ne të mirët dhe ata të këqit. Sa të ngjashëm jemi, ndonjëherë nuk jemi të vetëdijshëm.